وهكذا العقيدة في الحروز والعزائم أنها تنفع مع الله أو من دون الله شرك وحملها مع غير عقيدة خرافة. Po ashtu, besojmë se besimi në hajmalit dhe formulat magjike që mendohet se sjellin dobi pa lenë Allahut apo në vend të tij është shirk, ndërsa përdorimi i tyre pa bindje është besytni. Është besytni. Do me thonë ata që besojnë se këta bojnë dobi dhe atëherë ata bojnë shirk të madh. A nëse mendojnë se është bojnë dobi dhe janë vetëm sebeb, do të thonë Allahu bën dobi, po këta janë vetëm sebeb, atëherë kjo është shirk i vogël. A nëse ata që i mbajnë hajmalit dhe nuk besojnë, atëherë kjo, siç thotë autori, është besytni, do të thonë besim i kot që nuk është i saktë dhe nuk të bën asnjëfar dobije. Dhe siç thotë Sheikh Ibn Uthaymin, me marr sebeb diçka që nuk është sebeb në realitet, atëherë kjo është shirk i vogël. Ndërsa ajo që të bën dobi nuk janë hajmali, po janë rukje, lezimi Kur'ani, lezimi dhikreve në mëngjes dhe mbrëmje, mas namazit dhe kështu me radhë, duat që janë transmetuar, e në përgjithësi me lut Allahun, do të thonë shërimi i vërtet dhe hajri dhe bereqeti është në Kur'an dhe në sunne. Mirësia në dynja dhe në ahiret. Ndërsa shirku i madh, me vendos hajmali dhe me besu se kjo ka me të shëru dhe me të ruj dhe me të bodobi dhe me të alargu të keqen, atër kjo t'i prish të gjitha veprat. Si që ka thonë Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dhe me të vërtet, ty është shpallur, ashtu siç është shpallur edhe atyre para teje. Nëse bëni shirk Allahut, veprat e tua do të jenë të pavlefshme dhe ti do të jesh prej të humburve. Kështu shirku do të thonë i prish të gjitha veprat.